Jam Mesad Mehmeti, jam student. Kisha pas shef me bëni pyetje. Na jena disa studentë të fakultetit biologjisë edhe kena pas disa punë me shtaz temtar që kena pas me mbledh dhe mi bë diseksion. Kisha pas shef me ditë prej hoxhës a kena na a është e lejuar që na mi prej ato edhe pse ato janë pafajshme, po e kena pas për punë shkencore edhe janë kanë të obliguar prej profesor me mi bë. Tash kisha pas shef me ditë një mendim prej hoxhës a bën sa është kjo e lejuar me islam. A është e lejuar domethënë për me bë atë punë që ne e bojnë, domethënë diseksion edhe pse ato janë pafajshme. Kisha pas shef një përgjigje prej hoxhës. Faleminderit, selam aleikum. Atëherë hoxhë nderuar, unë besoj që ju e kuptuat pyetjen, ju drejton disa studentë të mjekësisë dhe ju pyeten rreth asaj se sa guxojnë, sa është e lejuar në islam të eksperimentohet me botën e kafshëve, ku për qëllim sigurisht kanë për të elaboruar me saktësisht atë çfarë e mësojnë në fakultet. Po, vërtet është një problematik me interes ndoshta për shikuesit. Çështja e eksperimentimit me shtazët në përgjithësi, themi se në islam është besimtari e ka të ndaluar mbytjen dhe vrasjen e shtazëve, pavarësisht a janë ato që u lejohet ngrënia e ushqimit apo nuk u lejohet. Në përgjithësi është e ndaluar. Dhe kjo vërtetohet me citate të shumta nga hadithet e pejgamberit, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Ndërto është edhe hadithi të cilën e shënon Imam Muslimi në koleksionin e tij, ku thot i dërguar transmetojnë do thot shokët e Muhamedit, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, se ka ndaluar i dërguari i Allahut, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, që të mbytet një shtaz duke u marrë në shënjestër. Është për qëllim nëse njeri dëshiron me ushtru qoftë do thot në shënjestër me shigjet apo me ndonjë lloj arme, e ka të ndaluar të i merr si shenjë qenjet e gjalla, shtazët, për shembull, ta merr një zog duke fluturuar apo ta merr do thot një shtaz që është do thot në largësi dhe në këtë formë do thot të ushtroj duke mbytur shtazët. Pra edhe në këtë formë e ka të ndaluar. Pastaj gjithashtu ka ndaluar thot i dërguari Allahut në një hadith se në çdo send Allahu xhela uala e ka obliguar do thot mirësinë. Prandaj edhe kur të mbytni, atëherë le të jetë mbytja do thot në formën më të mirë, dhe atëherë kur therrni shtazën, le të jetë therrja në formën më të mirë. Hadithi vazhdon, mirë, po kjo është ai domthonë mirë, po kjo është ai citati për cilin argumentojmë do thot për ndalimin e mbytjes dhe vrasjes së shtazëve vetëm për shkak të thot të rekreacionit apo për shkak do thot pa arsye. Kjo është domthonë çështja e parë. Në anën tjetër, eksperimentimi me shtazët, pavarësisht në çfarë do lëmie qoftë në mjekësi apo në biologji e kështu me radhë, a lejohet apo jo, është një problematik mjaft e diskutuar apo e shtjelluar mjaft mirë te ulemat dietar tan bashkëkohor, edhe ata vlerësojnë se nëse është për qëllim shkenca, nëse është për qëllim përfitimi, nëse është për qëllim do thotë arritja njohurive të ndryshme mjekësore apo në shkencë në përgjithësi, atëherë lejohet do thotë të përdoren shtazët për eksperimente. Qoftë për me provu. Studentët e kanë të lejuar pasi. Po e kanë të lejuar. Nuk ka të keqen në këtë rast, për arsye se qëllimi i tyre është që të mësojnë të fitojnë njohuri dhe për këtë shkas lejohet, për arsye se në përgjithësi ashtu si vërtetohet edhe në citatet nga ana Allahut të lartësuar, se të gjitha krijesat që janë këtë botë janë në shërbim të njerëzit. Prandaj edhe njeriu ka drejt me therr kafshën për me ushqyme të, edhe gjithashtu i lejohet do thot me i përdor ato për qëllime humane edhe për qëllime do thot të larta, e jo për vetëm për me tregu do thot atë arrogancën apo për me shfry do thot mlefin apo vetëm për rekreacion e kështu me radhë. Mirë, po nëse është për qëllim ndonjë qëllim human, arritje diturisë, testimi i ndonjë bari apo ndonjë ilaçi apo do thot hyrja apo
hulumtimi i ndonjë kundër indikacioni të një bari tek shtazet fillimisht, se në përgjithësi të gjitha barat, ashtu siç dihet në mjeksi, fillimisht ato testohen tek shtazet, pastaj përdoren tek njerëzit, dhe nëse është ky qëllimi, atëherë nuk ka të keqe, Zoti i di më së miri.